Kur dy grupe të ndryshme njerëzish kanë pikpamje të kundërta në lidhje me çështjen e shpëtimit, mënyra e vetme që duhet zgjidhur është përmes Biblës, pasi shpëtimi vjen nga Perëndia. Le të lexojmë Veprat e Apostujve kapitulli 4, vargu 11. Ai thotë: "Ky është guri që ju, ndërtuesit, e hodhët poshtë dhe që u bë guri i qoshes." Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Bibla na ndriçon se, duke qenë se Perëndia është shpëtimtari ynë, fjala e Perëndisë duhet të jetë standardi absolut për shpëtimin tonë. 2000 vjet më parë, ekzistonte një organizatë fetare e quajtur Juduzimi. Mësimet e tyre ishin krejtësisht të ndryshme nga ato që mësoi Jezusi. Farisejnë thanë, nuk mund të punosh të shtunën. Dhe Jezusi tha, kjo nuk është e saktë. Nëse një dele bie në një grop ditën e shtunë dhe është gati të ngordhë, a nuk do ta kapni dhe ta nxirrni jashtë vetëm sepse është e shtunë? Jezusi dha një mësim që është gjëja e duhur për t'u bërë. Këto lloj gjërash i bën udhëheqësit fetar të asaj kohe ta shihnin atë si një heretik. A do të thotë se të gjitha mësimet e mësuara nga Jezusi ishin të gabuara? Absolutisht jo. Edhe në kohën tonë, kur po predikojmë Ungjillin e shenjtë të Perëndisë, çfarë lloj stigme projektojnë ata duke thënë, kjo është e gabuar? Veprat e Apostujve kapitulli 24, vargu i 2. Kur u thirr Pali, Tertuli filloi të akuzoj duke thënë: "Ne kemi gjetur se ky njeri është një murtaj dhe shkakton trazira midis gjithë judenjve që janë në botë dhe është. Çfarë është ai? Kryetari i sektit të Nazarenasve." Për shkak se besimi i kishës së hershme në Jezusin ishte i ndryshëm nga besimi që ata kishin, kisha e hershme u quajt një kult. 초대교회 신앙이 다르다라는 이유로 이단이라는 이와 같은 명칭을 붙였습니다. 오늘날 이 시대에 Sot, kur qëndrojmë në anën e Perëndisë, a nuk mund të kuptojmë se të gjitha veprimet e udhëheqësve fetar në atë kohë ishin të gabuara? Besimet e tyre që u mbajtën që nga epoka e Atit duhet të ndryshohen në besimin në beslidhjen e re në epokën e Birit. Ky ndryshim ndodhi nëpërmjet ardhjes së Jezu Krishtit, që është shpëtimtari ynë. A mund të kontaktosh dikë duke e telefonuar përmes numrit të tij të vjetër të telefonit, edhe pse numri i tij është ndryshuar? Nuk mundesh. Për më shumë se 1600 vjet, të gjitha mësimet e rreme, të cilat u prezantuan në krishterim nga fetë pagane si Krishtlindjet, nderimi i kryqit dhe adhurimi të dielën, ruhen ende sot e kësaj dite. Megjithatë, Christian Sangong erdhi në këtë tokë për herë të dytë dhe riktheu të vërtetën origjinale për ne. Kjo është diçka që ne duhet t'ia mësojmë të gjithë botës.